Pra, unë besoj që çka të mjallë shkime korë. Kjo mund tjetë një akmarrje. Kjo është një akmarrje totale e cila vjen nga opozita, po unë besoj që opozita është në të drejtën e vetë. Ligji nuk e detyron që të votoj pro, ligji nuk je pa fate, kështu që ata vazhdojnë aty ku e kanë pjesën e vetë, që e shohin mirë, se cila parti ka propozu emrat, Lëvizja Vetëvendosje nuk dënë bashkëpunim, kështu që edhe mërgjimtarët shpresoj që nëse zgjedhet më anë e verë, të kemë parasysh të gjona që kur të vinë me votu, të jenë të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre, pasi që vetëm me Albin Baba nuk besoj që mundi me na bëni një favor neve. Zotër Veliu, përveç Konjuftës, cili do të mund të ishte ndoshta një emër tjetër i deputetëve të Vetëvendosjes që do të mund të arrinte kështu një votë të partive tjera? Po tash, unë me thënë të drejtën çështjen e kryetarit të parlamentit nuk e shoh problem për zgjedhje. Unë e shoh problem që Lëvizja Vetëvendosje nuk ka. Tek pozita e kryeparlamentarit kemi ngecur. Për atë edhe po bisedojmë. Mendoj se opozita ka bërë të qartë se në rast të një kandidati tjetër është përmendur zonja Bujesi, pastaj edhe Selimi, në qoftë se këto dyja, njëra nga këto dyja do propozohet, të paktën do të kenë votat e Aleancës për Paramarinë e Kosovës, të cilat do të jenë të mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Po për ty Dili? Tash, emra pa ludohen. Kemi edhe Dimajl Bashën si emën konkret. Sipas juve, kush do të mund të ishte? Unë po besoj për vetëm Agilau Konjuftës asnjë tjetër nuk do të mund të merrte. Pse e shihni kështu? Një 4 vjeçar si kryetari i parlamentit, një punë shkëlqyeshme që ka bë, një njeri i cili është shumë bashkëpunues me partitë e tjera, nuk është përçars, nuk e kemi një asnjëherë të ofendu kundërshtarët e tij politik, po besoj që gjitha këto bashkë e bojnë si një njeri unifikues, edhe pse roli i kryeparlamentarit nuk është unifikues, po ai në një farë mënyrë do të ishte një person i cili do të pranohej pak më shumë nga të tjerët. Në një farë mënyrë do t'ja lënte pak rrugën hap partive tjera që në garën për Prishtinën të merrshin frymë më lirshëm. Zotër Veliu, kështu derisa flasim për konstituimin e kuvendit,